Shpenzimet ushtarake në botë kanë vijur të rriten dhe përgjatë vitit 2025, të nxitura kryesisht nga zhvillimet të fundit gjeopolitike dhe tensionet në disa rajone kyçe. Sipas raportit të publikuar nga Stockholm International Peace Research Institute, kjo rritje është ndjerë fort në Europë dhe në Azi. Në Europë, vendet kanë shtuar ndjeshëm buxhetet për mbrojtjen, duke reflektuar një fokus më të madh tek siguria dhe vetmbrojtja. E një trend i ngjashëm është vërejtur dhe në Azi, në rajonet e Oqeanisë, ku shtetet po investojnë më shumë në kapacitete ushtarake për shkak të rivaliteteve rajonale dhe pasigurive në rritje. Ndërsa në nivel global, shpenzimet për ushtrinë kanë arritur një nivel rekord, duke zënë një vend të konsiderueshëm në ekonominë botërore. Shtetet më të mëdha si United States, Kina, Rusia vazhdojnë të jenë në krye të listës të vendeve që shpenzojnë më shumë për mbrojtjen. Rritjen më të shpejtë është regjistruar nga aleatë të NATO-s në Evropë, të cilët kanë intensifikuar investimet në ushtri si përgjigje ndaj zhvillimeve të fundit dhe kërkesave për më shumë përgjegjësi brenda aleancës. Në të njëjtën kohë, vende si Japonia dhe Tajvani kanë rritur ndjeshëm shpenzimet në një klim të tensionuar në rajonin e Azisë Lindore. Ekspertët theksojnë se kjo prirje tregon një botë gjithnjë dhe më të pasigurt, ku shtetet po fokusohen tek fuqizimi ushtarak si garanci për sigurinë kombëtare. Në të njëjtën kohë, kjo rritje e vazhdueshme e shpenzimeve ngre pikpyetje për balancën mes investimeve në mbrojtje dhe nevojave të tjera sociale dhe ekonomike.